Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam lind pikërisht në këtë vit. Pra me këtë ngjarje sikur Allahu subhanahu wa taala do të thotë që shikoni ju Qurayshi dhe ju Arab. Unë shpëtova shtëpinë e shenjtë jo prej mirësisë suaj. Pra jo se ju ishit të mirë ju Arabët, por për të ruajtur shtëpinë e shenjtë, që është shtëpia e parë mbi sipërfaqen e tokës. Dhe po kështu, për të përgatitur ardhjen e profetit më nderuar Muhammedi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, i cili do të vinte me shpalljen e fundit, me këtë islam i cili është i pavdekshëm deri në ditën e gjykimit. Sigurisht që dhe në këtë ngjarje tregohet fuqia e jashtëzakonshme e Allahut subhanahu wa taala mbi armiqtë e tij, se si Allahu azza wa jall merr hak kundra armiqve të fesë së tij. Allahu azza wa jall e mbrojti shtëpinë e vet duke mbetur kjo ngjarje, kjo mrekulli në historinë e njerëzimit, dhe se Allahu azza wa jall e pastron atë më vonë prej idhujve edhe putave.